Republikanët përballen me sfidën e ruajtjes së një prej bastioneve të tyre në Senatin Amerikan. Vdekja e senatorit Lindsey Graham nuk ka krijuar vetëm një vakancë në Senatin Amerikan, por dhe një sfidë të rëndësishme për Partinë Republikane, e cila synon të ruajë kontrollin në një prej vendeve të saj më të sigurta në Karolinën e Jugut. Ligji federal kërkon që fletët të votimit për ushtarakët e qytetarët amerikanë jashtë vendit të dërgohen të paktën 45 ditë përpara zgjedhjeve. Ky afat e bën kalendarin zgjedhor tepër të ngjeshur dhe mund krijojë vështirësi organizative për autoritetet zgjedhore, ndërkohë demokratët kanë emëruar kandidaten Annie Andrews, pediatër nga Charleston, e cila ka siguruar mbi $8 milion fonde për fushatën e saj. Megjithëse demokratët nuk kanë fituar një mandat në Senat nga Karolina e Jugut prej dekadash, ata shpresojnë se gara e papritur mund krijojë një mundësi për një rezultat më konkurrues. Pas lajmit për ndarjen nga jeta të Graham, figurat të ndryshme politike në dyja partitë shprehin respekt për kontributin e tij shumëvjeçar në Senatin Amerikan. Edhe kundërshtarët politik vlerësuan rolin e tij në çështjet e politikës së jashtme dhe sigurisë kombëtare. Megjithatë, analistët politik besojnë se republikanët mbeten favoritë të qartë për fituar mandatin. Kandidati i të zgjidhet në zgjedhjet paraprake do të trashëgojë jo vetëm një vend në Senat, por dhe ndikim politik që Lindsey Graham ndërtoi për më shumë se 2 dekada si një nga senatorët më të njohur të Shteteve të Bashkuara. Përkohësisht, guvernatori i shtetit caktoi motrën e Graham për të mbushur vendin deri në zgjedhjet e reja paraprake.